pa stres, pa raporte mjekësore, pa ilaçe. Depresioni, ankthi, paniku. Qeverinë e re do ta kemi tani në verë apo në vjeç shtator, së pari dhe së dyti. Kush ikin edhe kush vjen? Ka ndonjë surprizë në gjykimin tuaj tek emrat? Shiko, surpriza ose më mirë siguria është që unë s'jam ministër, ta dish këtë gjë. Nuk i dihet deri atëherë. S'mund të bëjmë këto gabime. Po jo, më fal tani, të bëjmë unë ministër, e imagjino ti të bëjmë unë ministër. Edhe të shkëtë e Rama të thënë falë zoti kryeministër, po kjo nuk bëhet se është në shkelit e ligjit. Avokat, po ju e dini që në këto 12 vite ata e kanë marrë vesh nga televizori kush ka ardhur, kush ka ikur, apo jo? Po unë po të them edhe një herë, ti mendoj që e Rama do më ketë mua ministër edhe të bi dakord me mua dhe thënë falë zoti kryeministër, ju po shkelni ligjin edhe nuk është e ligjshme kjo? Vjen spaku më arreston direkt mua. Jeni më mirë këtu, avokat. Na duheni më mirë këtu. Po prandaj them, pse më bën gjëra? Pra, kjo është e sigurt. Pastaj, për sa i përket ministrave, kush vjen kush nuk më intereson, edhe opinioni publik nuk duhet të interesojë, sepse zoti Rama ka zgjedhur që politikën edhe përgjegjësitë politike dhe penale të ngarkohen mbi atë, pavarësisht se nuk duket në rastin e parë, sepse është pushteti. Dhe sa kohë ata janë në pushtet, është e sigurt që kjo është situata. Pra nuk ka kuptim kush futet të kush ikën. Nuk ka kuptim se zoti Rama është gjithçka për ata. Po nga ndajmë qeverinë nga Partia Socialiste brenda PS-së së Rilindjes. Janë mbyllur këto debatet, i mbyll pushteti, ka opozita plot. Ndoshta edhe më mirë drejtori, mund të ketë drejtori më mirë se ti je deputet. Apo nga këta të larguarit mund të ketë një shpërthim. Se janë shumë. Nga këta që nuk fituan, që dolën jashtë. Shikoj, ju mos prisni që do të ketë persona nga Partia Socialiste të dalin në televizor dhe të japin bindjen e tyre, të japin mendimin e tyre të lirë, të pavarur dhe të pandikuar. Një kjo. 2, ju mos prisni që nëpër lokale të flasin ata në mënyrë të hapur, sepse ato kanë atë sekretin, mos fol se dëgjojmë me dhëmurët, mos, pra celula e gjitha këto. Ju duhet prisni që ata takohen në vende sekrete dhe flasin për kurthin. Pse? Sepse socialistët e vërtet flasun, jo socialistët të cilët janë socialistë të lekut dhe të pushtetit. Socialistët e vërtet kanë kuptuar që i kanë bërë një dëm Partisë Socialiste, por nuk kanë mundësinë se si ta korrigjojnë. U zhgënjevën dhe u mashtruan dhe u trastuan në këtë kohë kur i thanë bëni këtë përpjekje, sepse është momenti që ta dorëzojmë pushtetin, por ta dorëzojmë me dinjitet dhe të dukemi përsëri të fortë. U mashtruan. Socialistët e vërtet flasun, jo materialistët. Socialistët e vërtet u mashtruan që e dinin që ky pushtet që do merrte pjesërisht, jo me këtë mandat 83. E dinin shumë mirë, nuk do të ishte 83, do ishte më pak. Do ishte 69 me 70 maksimumin. Po jo më shumë se 70. Por mashtruan. Po tani kanoset një rrezik. Rreziku është për Partinë Socialiste. Sepse ky pushtet është absolut. Dhe derisa është absolut, do të keni parasysh ju që çdo gjë që do ndodhë në Shqipërisë, përgjegjësia i takon Partisë Socialiste. Nuk i takon më opozitës brenda parlamentit apo jashtë parlamentit. Pra zoti Rama dhe Partia Socialiste është